radiallahu anha. I ndeti afër. Prezenca e saj shoqës ndoshta i ka dhënë ngushëllim, ka dhënë kurajo, i ka dhënë forcë. Aishës radiallahu anha, ai nuk foli asgjë. Qaja Aisha, qaja ajo. Friksoju asnjë krijesë mos ju frikson në këtë dynja. Friksoju vetëm atij njeriu i cili thotë në fytyrë hasbi Allah ni'mal wakil. Këtij njeri friksohu. Tira, cila për nesh ka nevojë për një mbështetje, ka një nevojë për një fjalë të ëmbël. Unë kam treguar dhe e përmendi që Aisha radiallahu anha kur ishte në atë momentet më të vështirë të jetës së saj, nuk besoj që Aisha radiallahu anha ka kalu një moment më të vështirë se sa kur i kanë poshtë shpifjen, dhe normal momenti më i vështirë tjetër ka qenë kur i ka vdek profeti alayhis salam gjoksin e vet. Dhe Aisha radiallahu anha në ato momente kur e pa veten duke të sulmuar për krejt njerëzve, dhe kishte për atyre njerëzve që nuk po e besonin Aisha radiallahu anha. Aq shumë u përhap Medinë, aq shumë fillon njerëzit Medinë duke folë sa siç e përmenda sahab ran preh e kësaj fitnes. Normal Aisha radiallahu anha ka qenë shembull në iman, shembull në besim. Aisha radiallahu anha në ato momente u kap mas fjalës hasbi Allahu ni'mal wakil. Prandaj dietarët thonë, mos ju frikso as i gjoja në dynja. Friksoju asnjë krijesë mos ju frikson në këtë dynja. Friksoju vetëm atij njeriu i cili thotë në fytyrë hasbi Allah ni'mal wakil. Këtij njeri friksohu. Një njeri i cili thotë në fytyrë hasbi Allah ni'mal wakil, që do thotë mjafton Allahu dhe Allahu është mbështetësi më i mirë. Këtij njeriu friksoju. Dhe Aisha radiallahu anha tha hasbi Allah ni'mal wakil. Po të shikosh në këtë ndodhi, në këtë ngjarje, te Aisha radiallahu anha shkoi shoqja vet, shoqja më e ngushtë. Shkoi Aishës radiallahu anha. Nuk foli asgjë. I ndeti afër Aishës radiallahu anha. I ndeti afër. Prezenca e saj shoqës ndoshta i ka dhënë ngushëllim, ka dhënë kurajo, i ka dhënë forcë. Aishës radiallahu anha, ai nuk foli asgjë. Qaja Aisha, qaja ajo. Do të thonë nga njëherë në sprova që na bin, qajm. Nuk qaj se nuk jam dakord me caktimin e Zotit, hashe lillah, Zoti na rujt. Mi për ne jemi njerëz, kemi ndjenja. Profeti alayhis salam kur u sprovu me fëmijët që i vdes, djali vogël, kanë vdek djemt vegjël, sallallahu alaihi wasallam, ka filluar të qajm. Se janë habit sahabët i ka thënë hatta anta ya Rasulullah, dhe ti po qano i dërguami i Zotit. Profeti alayhis salam ka dashur na tregu këtu atë që unë nuk mund dal jashtë kornizave njerëzore, unë jam bab, unë djej, pavarësisht se jam pejgamber. Unë jam njeri që Zoti më ka kriju me ndjenja. Jam njeri që Zoti në këtë situatë unë jam prind, jam bab. Dhe ka thënë profeti alayhis salam, ka thënë innal ayna la tadma, syri lëton. Zemra pikllohet, ama për gojës time nuk del asnjë fjalë keqe përveç asaj që Zoti ka caktuar, jam dakord me caktimin e Allahut. Pra, nganjëherë ne kemi nevojë, momentet më të vështira, kemi nevojë për njerëz të cilët na kuptojnë, të cilët na ngushëllojnë. Po kur ja çajm hallin dikujt, nuk do të thotë që unë nuk po bëj sabër, nuk po bëj durim. Po unë du për ati dikujt që të mjapi energji pozitive, që të ngushëlloj, që të maj për krahash që mos rrëzohen. Kjo është në rregull. Kjo nuk do të thotë që s'po bëj sabër. Po bëj sabër. Mi po e kam thënë dhe e them. Mos u bëj libër që secili të lexoj dhe secili ta di jetën tënde. Mos ju anko secilit njeri për problemet që ti ke. Njerëz të njohshëm, njerëz pa njohshëm, mos ju anko secilit. Se jo çdo kush ta qan hallin dhe ta qan dertin tënd. Jo çdo kush do mërzitet me mërzin tënde. Po ka njerëz të cilët gëzohen pse je mërzit. Hallin mërzin që ti ke, qaje me atë person i cili vërtet të don për hir të Zotit.
dhe vërtet këshillon për hir të Zotit. Sahabët, jeta profetit alayhis salam është e mbushur me histori nga më të ndryshme. Sahabët të cilët kanë kaluar momente më të vështira, ku janë drejtuar? Te profeti alayhis salam. Ke pas për atyre sahabë të cilët kanë pas borxhe, kanë pas halle. Dhe kur profeti alayhis salam i ka pa që janë të piklum, janë të mërzit, i ka shku afër. I ka pa në xhami, i ka shku afër profeti alayhis salam, një për atyre ka pas emrin Abu Umama. Kur e ka pa të piklum, të mërzit, dëshpërum në xhami, i ka shku profeti alayhis salam, ka thënë çka ke o Abu Umama? Ky është Islami jon. Islam që jo vetëm me fjalë, Islam me vepra. Kjo është vllazëria në Islam dhe kjo është motra në Islam. Që kur ka dikush një hall, shkoj dhe t'ja zgjidhja atë hallin dhe jo vetëm ta pyesi si je. Çdo kush të pyet si je. Po jo çdo kush ta çan hallin se ai smurë si je, vetëm kaq si je. Islami unë kjo është. Kur smurret një trup, do ta ndjej, ne jemi trup i vetëm. Kur smurret dikush, do ta ndjej dhimbjen e atit çdo kush prej nesh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Profeti alayhis salam shumë qartë ka thënë Kur'an. Nuk beson askush, nuk ka përqen besimtar i mirë ai i cili nuk ja dëshiron vllaut atë çka dëshiron për vetin e vet, ja dëshiroj dhe vllaut vet. Ne jemi larg nga këto. Zoti më falt. Ne flasim shumë dhe punojmë pak. Nuk ka vend në Islam, në dinin ton, nuk ka vend në dinin ton vetëm unë. Nuk ka unë. Allahu subhanahu jalla jalaluhu surën e parë që kemi farz ta lexojmë Kur'anin, që kemi farz ta lexojmë në namaz. Allah azza wa jalla thot ihdina siratal mustaqim. Ihdina, o Zot na udhëzon neve. Nuk ka thënë o Zot më udhëzon mu, po neve. Neve. Kur profeti alayhis salam na ka treguar që nëse don shpërblimet mëdha, me miliarda shpërblime, ai don me miliarda shpërblime, thuaj o Zot më shiroj muslimanët dhe muslimanet. Futi gjithë, jo vetëm vetin tënd. Në Islam nuk ka vetëm une. Në Islam ka ne. Duhet të mendosh për veti, ama jo gjithçka për veti, vetëm ti, vetëm une di, ti s'din. Una kam, ti mos kesh, nuk ka në Islam kështu. Nuk ka dini jon kjo, se çka veprojmë ne tjetër gjë. Islami është i pafajshëm atë çka punojnë disa muslimanë. Zoti na falt. E profeti alayhis salam kur e pa Abu Umamën të mërzit pikllum, nuk i tha vetëm çka ke dhe u largu sallallahu alaihi wasallam. Po profeti alayhis salam i ka ndit aty, i ka thënë çka ke? Ka thënë ja Rasulullah mbytën borxhet. I ka qëndruar për krah profeti alayhis salam. Ja ka mësuar duan profeti alayhis salam, atë dua që kush e thot me bindje të plot, kush e thot me zemrën e pastër dhe me zemrën e lidhur me Allahun subhanahu xhela xhelalu dhe ta di që çdo gjë vjen për Allahut dhe rrezikun e kam të Allahut dhe sikletin që kam unë ma zgjidh Allahu subhanahu xhela xhelalu, me njerëzit janë për njerëzit. Kush e thot këtë dua mëngjes edhe mbrëmje, dua e boshlis, kush do me hyje e shikon në internet e keni, Google futeni dua e boshlis. Kush e thot këtë dua, Allah azza wa jall ka me ala borxhet, hallin sikletin. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وكسل وعجز وجبن وبخل أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ka versione tjera që kërkon mbrojtjen e Allahut për mërzisë, për përtacisë, kërkon mbrojtje për Allahut azza wa jall për borxheve. Dhe ja ka mësuar Abu Umamës këtë dua. Abu Umama masi e ka marrë këtë dua, e ka mësuar për profetin alayhis salam, e ka thënë. Dhe mas disa ditësh kur shikon profeti alayhis salam, thotë e shikon në pamje tjetër. Me i gëzum, nuk e ka më në kukurimin. Allah se vëgjene ka furnizu, ka si ja ka prit mendje. Pra, profeti Ali, kjo është, ju ka qaj hallin profeti alayhis salam, po kjo nuk do të thotë që ja ka qaj hallin dhe s'ka bo durim, jo. Ne kemi nevojë për njerëz të cilët vërtet na ndigjojnë dhe na duan sinqerisht dhe na qajnë hallin sinqerisht. Dhe ato njerëz, Zoti më falt, për kësa fjale ndoshta gaboj dhe qofsha gabimtare në këtë gjë, që janë të pakët. Unë e dusha të të thëmë bile hiq. Në këtë kohë që ne po jetojmë, të tillë njerëz janë të pakët. Një njeri i cili të don sinqerisht. Një njeri i cili të pyet si ke hallet, si ke dertet, pyet për gjithçka, dhe vërtet pyet sinqerisht,
dije më atë njerë kapu fort dhe mos e le të largohet ai njeri për teje, pse se ato njerëz janë të pakët. Ato njerëz janë të pakët. Kështu që edhe herë ta përsëris që nuk do thotë që unë ja qava hallin dikujt dhe nuk më bëj sabër. Po jo çdo kujt. Vetëm ki kujdes. Jo çdo kujt. Njerëz që i njeh, njerëz që si njeh dhe fillon ja tregon se çka ka ndodhur dhe çka ke probleme hallën familjen tënde, në vetvetin tënd, jo. Vetëm atyre personave të cilët të vërtet ti i beson. Vërtet ke besim dhe vërtet ta ndjen zemrën që vërtet këto njerëz ma qajnë hallin sinqerisht. Ama jo çdo kujt.